pekit. Dhe në jetën që kompleksohemi kur flasim se ne përdorim fjalë të huaja edhe kur themi që në vend të fjalës shqipe. Një vetdije kolektive që ecën, unë kështu e quaj profesor Tupje. Tupe. Lule. Po. Nuk po I lakoj më emrin. Bukur, jo. Mund të lakon të Po, jam shumë kundër. S'ka rasat I zhduken. Po, I zhduken. Po. Që të bëjmë? Hajde na përshëndet nga Maqedonia. Afroje mikrofonin, po? Këtu, mikrofon këtu. Po. Ke qenë ndonjëherë në Maqedoni? Maqedoni, jo nuk kam qenë. Kam qenë po aty afër liçenit, në liçen është Në Ohër? në Ohër, tek ajo ndërtesë, ky vend që Zogu ja fali Shënon. Po aty dhe Shkëmbimi I territorit. Po shkëmbimi I territorit. Po. Dhe jo, bëri mirë që ja fali, sepse do ishte kthyer nga Enver Hoxha, do ishte kthyer në kështu kooperativë bujqësore me dhënë. Jo, po Kisha këmisha. Sot do ta merrnin. A kështu s'kemi gjatë. Pa I kishte do ta kthente on gazerm, on nuk e di, do ta shpërfytyronte. Po. Se ishte një ai si ateist, ai që enverist, desha të bëj perëndia I vet. Kështu mos më fol për Enver Hoxhën se rrezik ma në armë dhe vras në Enver Hoxhë tjetër. Profesor, të presin shumë lexues këtu, ke takuar shumë për lexues. Po, kam firmosur libra, kam bërë fotografi shumë. Cili ka qenë libri më I kërkuar për jush? Nuk kam statistika, po vura re këtë dukuri, dje në darkë, dikush bleu këtë librin Çadrat. Pasti, jo erë një 2-3 vete po shikonin, qa mori këtë Çadrat? Edhe ato të 3 morën Çadrat, një 10 vete morën Çadrat. Po, që jetë tjetër unë do paguj dikë që të shket bëj si për blej libra. Ne morëm Çadrat sepse atë karikën edhe tensionin I lartë I kemi lexuar edhe delikatesë. Ti delikatesë. A delikatesë është libri që Fjalurin erotik. po ai që I pari. Edhe letra Gesit diçka ashtu? Po jo, është për Gesin, është një libër Kurdhimja fal lumturi. Kulimra dhimja fal dhimja që ndjen kur shikon dhimja që ndjen prindi me fëmijë autik. Kur shikon që ai po ecën ca hapa, pa edhe hapa përpara, ndihet I lumtur. Kur ai thot diçka logjike, ndihet I lumtur. Dhimja e madhe që kemi kthehet në lumturi. Ne si çift prindit e tij. Por jeta është e tillë që ka shumë fëmijë autik edhe shumë prindër që nuk janë të lumtur. Libri juaj I ka ndihmuar shumë. Libri më ka bërë më të fortë, sepse kam zbutur dhimbjen time. Nuk jam dëshpëruar, luftoj. Bëjmos që të kryej detyrën time si prindër dhe si qenie njerëzore. Po, keni diçka në dorë, shkruani apo përktheni diçka? Tashi nuk përshkruaj se as nuk përkthej, për bëj një pushim, se kam kohë që të shkruarit është shumë I lodhshëm. Se s'mund të shkruaj që të mvi mendje në atë qast. Truri është një laborator, ku të shkruarit dhe të folrit kanë vendin e tyre. Kështu që përpiqem të respektoj, përpiqem të mos e mërzis, po mos e zhgënjej lexuesin. Më mirë ta gënjej se ta zhgënjej. Po luaj me fjalët, I kap gjithmonë mirë nuancat e fjalës. Po, e kam të shikimi nga Imat. Imat ishte një fantazist I gjallë. Edhe kishte talent, ai shkruante, ishte gazetar, kishte bërë 2 libra të kohës kur flet për luftën që kishte bërë ai, luftën nacionale shqiptare. Kurse vullnetin e kam marrë nga MMA, që ishte Mbesa Spirozekës, e piktorit të rilindjes Spirozekës, piktor ka bërë një piktur Qeta e Shahin Matrakull në kohën e rilindjesve. Rilindjesve e kohës
Turqisë, kur sultani Turk i atërshëm ndaloi të shkruarit shqip. Dhe në kohën tonë, kur erdhi këtu dikori Erdogani, kryebashkiaku ynë i hodhi një mbules Skënderbeu, se mos thyej ai. Çfarë bashkiaku? Çfarë turpi? Nese. Kaq. Faleminderit. Edhe jam i lumtur që ju takova juve këtu. Gjithashtu edhe ne të presim në Shkup dhe Tetov. Faleminderit. Mund t'i përshëndesësh të gjithë shqiptarët atje që të njohin shumë mirë. Po sigurisht që i përshëndet gjithë shqiptarët që më njohin mirë dhe që me pritjen e tyre, me ata që presin ata të ju sjellun, të më bëjmë pyetje sa më shumë. Patjetër, faleminderit.